Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi në orët e para të mëngjesit, këtu në kanalin Monitor TV për të nisur ditën tonë, maratonën me komentime. Në fakt kemi shumë gjëra për të folur, kemi shumë lajme për showbiz, por publiku me patjetër më kanë kërkuar që të komentoj një treshe vajzash që në fakt janë shumë në vëmendje të publikut, pse kanë kaq shumë ndjekje, pse publiku i do kaq shumë dhe çfarë publiku shikon tek ato vajza. Në ditët e fundit, po të hapim Instagramin dhe të hedhim një sy në Instagram, ne dëgjojmë lajme të ndryshme për Brikenën, për Loredanën, ka që në fakt shumë në qendër të vëmendjes për deklaratat e saj që në fakt Loredana Brati ka bërë, për Kiara Titon dhe publiku ndonjëherë më bën edhe një pyetje, o Tiron, po çfarë kanë të veçantë këto vajza që kanë këtë vëmendjen të jashtëzakonshme? Tani, çfarë kanë të veçantë? Unë mendoj që një njeri nëse do të futemi të bëjmë një analizë se çfarë ka të veçanta ka shumë dhe të veçantat s'kan fund. Por unë mendoj që kanë të veçanta të bukura vajzat në fjalë, domethënë janë magjike në stilin e tyre. Brikena është shumë e përfolur kohëve të fundit për lëvizjet që në fakt Brikena ka bërë në raport me lidhjen e saj me Mateo, në atë lidhje që ngriti shumë pikpyetje, ka ngritur shumë dyshime. Shumica e publikut mendojnë që Brikena dhe Mateo kanë përfunduar raportin e tyre, por ka disa nga ato të cilët dyshojnë që kjo është strategji për marketing. Unë mendoj që dy vajzat e para, në këtë rast Loredana dhe Brikena, janë duke përdorur jashtëzakonisht bukur fort strategjinë e marketingut, din të krijojnë lajme, din të krijojnë tituj gjigant dhe jo më kot janë në qendër të vëmendjes të publikut, jo më kot, do të thënë, publiku dëshiron që të di më shumë për to, për të kuptuar në fakt se çfarë po ndodh me marrëdhënien e tyre. Mendoj që Brikena është duke luajtur lojën që strategjia e saj të jetë më afatgjate dhe të jetë e suksesshme në Top Channel dhe mendoj që me këtë lloj strategjie Brikena është duke e bindur edhe produksionin që ja vlen, sepse sot duhet ta pranojmë këtë realitet, domethënë nëpër media janë funksionale ato vajza ose ato djem të cilët kanë strategji, të cilët përdorin strategji dhe të cilët din të menaxhojnë situata, domethënë din të marrin vëmendjen e publikut. Dhe unë mendoj me këto lëvizjet të fundit që ka bërë Brikena, që domethënë hiq nga Instagrami Mateon, ajo nuk e ka hequr, por e ka fshehur në këtë rast Mateon dhe Ana Sjelltas, edhe Mateo ka bërë të njëjtën lëvizje, mendoj që është strategjia më interesante që ka ndodhur dhe kjo lloj lëvizje me patjetër që tërheq vëmendjet e publikut. Domethënë, kjo është e para që unë e mendoj që publiku do të di për Brikenën. Pastaj pjesa tjetër, domethënë, është që Brikena ka dhe anët e saj shumë pozitive. Në anën tjetër, Loredana është një personazh, domethënë, që çfarë do që të flet krijohet në lajm. Publiku ka qenë shumë kureshtar për Loredanën të di për marrëdhënien për Gjestin, për Jozin, për Don Gjonin, që unë jam shumë i bindur që edhe këto fjalë të cilat Loredana i ka folur për marrëdhëniet e saj apo për atë historinë që u përfol për Gjestin, mënyra se si Loredana e kërkonte marrëdhënien me Jozin, unë mendoj që ishte një lloj ironizimi, sepse jam i bindur që Loredana e ka këtë sekretin që në qoftë se do të merë vëmendje në një marrëdhënie, me patjetër që e merr dhe me patjetër që e fiton. Domethënë, jam i bindur në këtë gjë dhe besoj që Loredana e ka këtë magjin brenda vetes që të tërheq vëmendjen e çunave. Ndërsa Kiara Tito është krejtësisht tjetër dimension. Domethënë Kiara nuk është se ka jetuar në shpinën e skandaleve. Kiara gjithmonë ka qenë korrekte në marrëdhënien e saj. Pa marrë parasysh, domethënë, si ka qenë raporti në shtëpi me Luizin, Kiara ka qenë korrekte, ka qenë e
drejt për drejt te publiku dhe mendoj që publiku te Kiara e vlerëson transparencën e saj, e vlerëson njerëzillikun që Kiara e ka si personazh. Do të thënë Kiara ka treguar të gjitha dimensionet e saj më të mirat dhe më të bukurat. Do të thënë publiku e vlerëson Kiarën për njeriu që është dhe për atë që ajo ka shprehur në media dhe prandaj i kanë dhënë dhe këtë dimensionin e bukur të respektit Kiarës. Nga ana tjetër, për Brikenën, do të thënë Brikena është në kulmin e saj dhe do të shohim në të ardhmen në qoftë se Brikena do të di ta mbaj suksesin edhe famën ashtu siç e ka mbajtur dhe e ka jetuar Kiara. Do të thënë unë kështu e shoh këtë raportin, e shoh një raport do të thënë te Kiara të vulosur për sukses, ndërsa te Brikena jam me pikpyetjet e mia, sepse varet se çfarë strategjie do të përzihet të përdor Brikena për të ardhmen. Ndërsa Loredana, publiku gjithmonë e shikon atë anën pozitive, gjithmonë e shikon atë energjinë e mirë. Por unë mendoj me raportin që ka Brikena me Mateon, sepse unë asnjë mënyrë nuk besoj në ndarje, do të thënë nuk ka njeri në botë që mua mund të më bindë që e i Tiron Brikena dhe Mateo janë ndarë, këtë nuk e besoj fare. Me raportin që kanë Brikena dhe Mateo, mendoj që Brikena do të jetë shumë afatgjate te publiku sepse vetëm që është më tash duke e krijuar identitetin e saj në skenat artistike, sepse shumë e rëndësishme është të krijosh identitet në skenë dhe Brikena e ka këtë gjë, do të thënë e krijon identitetin pa pik problemi, e ka krijuar në fakt. Tashmë e njohin si Brikena e Top Arenës dhe do ta njohin si Brikena e të gjithë materialeve të tjera që Brikena do të sjell. Ndërsa nga ana tjetër, Kiara ka qenë gjithmonë e suksesshme, te Kiara nuk e vën në dyshim. Do të thënë Kiara ka ndërtuar atë identitetin e saj, por janë tre gocat në qendër të vëmendjes sepse Kiara është përfolur shumë për një shtatzani, që do të thënë siç duket dhe nga informacionet që kam unë, akoma nuk është një lajm i tillë. Do të ishim shumë të lumtur në qoftë se Kiara vërtet do të ishte shtatzën dhe do të kishin rritjen familjare, por edhe tek Brikena, do të thënë publiku është shumë interesuar për raportin e saj me Mateon. Nëse kalojmë tek Loredana, të gjithë prisnin që të bëjë një rikthim në fakt mes Loredanës edhe Jozit. Janë këto tre vajzat të cilat kanë qenë top tema e javës, janë përfolur shumë, janë komentuar shumë dhe mendoj që këto komente dhe këto përfolje t'ju kenë ndikuar në aspektin pozitiv dhe të kenë marrë më të mirën e kësaj gjëje, sepse jo gjithmonë kur flitet mund të marrësh më të mirën. Do të thënë kjo është analiza që unë kam bërë, mënyra se si unë e kam studiuar gjën dhe kam arritur që të dalë në një konkluzion që do të thënë Kiara, Brikena dhe Loredana kanë pika të veçanta që në të vërtetë janë shumë të dashura dhe shumë të duar trokitura tek publiku shqiptar. Dua të marr mendimin tuaj në qoftë se edhe ju keni të njëjtin mendim me mua. Ju lutem më shkruani në koment.